Fatkeqësisht shumicën e ndeshjeve nuk u mujt me pa për shkak të orarit. Tash do të me audit na hallin amerikanëve kur kampionati zhvillohet në Evropë, se as aty nuk e përshtatet në orar, kështu që ka befasu pozitivisht Meksika me një grup jo bashkëtirë, po mënoj në ato që kemi përcjell edhe Afrika Jugut, edhe Korea Jugut, edhe Çekia, nuk ka që luajnë futboll dopt, edhe më ka befasu që ka marrë 9 pikë. Mendoj që Franca është skuadra më e fortë e kampionatit. Je me Francën apo jo? Jo, nuk jam me Francën, jam me Kosova, nuk është Shqipëria, s'është Italia. Jam me Portugalinë. Me Portugalinë, për shkak Cristiano Ronaldos. Po, për shkak, po edhe para Cristiano Ronaldos, a di që në jetë kur s'jë mba me më të fortë, nuk jë mba me patjetër me Brazilin, me patjetër me Bayern. Për shembull Italia me Inter. Edhe nuk jë mba kur gjithmonë me ato që është më i forti. Po dhe se Interi është pak e kefi... Po është më i dobë, se është më pak i famshëm se Milano Juventusi, është Realja. Ose më bë me Real Madridin, nuk e di. Tash kom gabu, e di që kom gabu, po mirë, shumë marketing, shumë pare, shumë shpenzime, hovi jashtëzakonshëm. Në momentin që portalet amerikane qisin diçka e merr vesh këtë bota, e merr vesh më shumë se në çdo kampionat tjetër që bëhet, po merr në çdo vend tjetër, edhe Anglia ja